Koplan ka një rol thelbësor në kuadër të organizatave të shoqërisë civile dhe luan një rol interlokutor ndërmjet aktorëve të politikbërjes, aktorëve akademik si dhe komuniteteve në kuadër të tranzicionit gjelbër, që vjen fakt si rezultat jo vetëm i praktikave të mira, por edhe i zgjidhjeve të bazuara në evidencë që Koplan ka arritur në bazë të eksperiencës së tij 30 vjeçare tashmë. Grinal është një ndër projektet kryesore që Koplan po zbaton aktualisht dhe nëpërmjet Grinal ne synojmë të fuqizojmë organizata e shoqërisë civile që kanë si qëllim përmirësimin ose tejkalimin e sfidave mjedisore në territorin e vendit tonë. Shumë e rëndësishme është se si arrim ne që të rrisim dhe të fuqizojmë këto organizata, e arrim nëpërmjet 3 elementeve kryesor. Elementi i parë që ka të bëjnë me rritjen e kapaciteteve të këtyre organizatave. Elementi i dytë, dhënies mundësi të shkrimit të produkteve dhe dokumenteve politike për të impaktuar në mënyrë direkte politikbërjen, si edhe elementi i tretë shumë i rëndësishëm është rrjedhëzimi i këtyre organizatave, pra bashkërendimi dhe koordinimi i punës ndërmjet organizatave që të garantojë një zë të unifikuar dhe të përbashkët për të impaktuar në mënyrë direkte dhe më të fuqishme aktorët politikbërës në Shqipëri. Dhe kjo vjen edhe si rezultat i procesit ton që ka vendi ynë në kuadër të integrimit të BE-s dhe kapitullit 27 për ndryshimet klimatike dhe mjedisin. Punësimi në Koplan erdhi natyrshëm mbas shkollimit në Universitetin Polis dhe mendoj që ishte një vendim i parë, mund të themi, i karrierës time profesionale, por i zgjuar, sepse eksperienca në Koplan ka ndihmuar që të rritem profesionalisht nëpërmjet marrjes së njohurive, nëpërmjet elementave të ndryshëm profesional, nëpërmjet kërkimit shkencor, nëpërmjet punës praktike në territor dhe nëpërmjet marrjes së eksperiencave të komuniteteve dhe praktikave të mira me komunitetet. Shumë e rëndësishme është që unë kam fituar njohuri ndërdisiplinore dhe kjo më ka ndihmuar që të jem një ekspert në zhvillimin territorial dhe t'i përgjigjem ndoshta edhe sfidave aktuale që ka territori nëpërmjet gjetjeve dhe instrumenteve inovative që në fakt Koplan prodhon her mbas here. Uroj që Koplan të jetë paraeroj e zhvillimeve në kuadër të organizatave të shoqërisë civile dhe mënyrës se si impaktojnë këto politikbërësit, gjithashtu të jetë një institut i cili sjell gjithmonë inovacion dhe modele të reja zhvillimit për sfidat e territorit që mund të ketë në ardhmen si Shqipëria, Ballkani apo edhe më gjerë.